shku aty, u pashit pak, mulle me ik me shku Mbreleq. Ku po shkojnë në Mbreleq? Shku në Mbreleq, burin e kisha lon knej, nuk e dishim apo pështona është i gjalla është. Shku më atje, që aty ku e kena marrë me shku, jena ndru me baba jam i ka pas krejt fëmijën e vet, në traktor, të shku për Gjako. Unë na të shku për andej. Edhe që aty e moj mend që jem zhdryp, jem përshëndet me këta, edhe i kom thonë babës tem, ko po shkoni, tha, na jena të shku për Gjako. Tash baba ne jo ka kallët flakët, dhe një mas di që shka shku baba jam deri në Gjako, hiç se di. Na këtu jemi mbledh, ata ne na kënej dhe jemi nda, mos s'di sen. Jemi shku deri në Strelc, ku jemi shku në Strelc, aty jemi mbledh qaj grupi 4.000 vetë, besoj si atëherë o konë shumë, na kanë di që jemi 4.000 vetë, ne për Bjeshk, nga të një javë ditë kemi bo, me shku. Me thonë drejten vara jam e kullaj ka alo gjak. Djali ish me tomla kësi bebilak, u prishke tomli, kur kishe mundësi më nalë, të mja bo tomlin s'ku dzishe më nalë, se na leshin qetë shkive të kufitare, leshin dhe me thonë. Një javë kemi bo me shku me dalë deri në Malzi. Kur dulem Malzi njëherë në ra më në gjitë qështo. Kur në murëm më shdjerë këtë poshtë, kom të mija o blokunë. Edhe aty kom hez zhak në gujza. Policia, femnat i leshin, mas që ti kontrollojshin. Edhe ku kanë shku me kontrollu, burë jam e ka pas një rëp të miqve të vetë, se ajo konë oficiri i policisë i shkollum, ja ka pa dhonë, se burë jam gjithmonë ka pas shef më konë pak, edhe kështu si komandant, si ku ja kanë parë qatë farë polici, qatë farë rrypi e kanë rej, e kishin këput qatë, unë se kumë pa. Djallin e kanë marë, e kanë që mirë, po për djallë kanë mëndu që unë e kumë linë rrugës edhe gujtë të manë kështu gjak edhe krejt. Më kanë marë, më kanë tërhek me një kombi, më kanë qu, vi që di ku i nashkuti që e shpi që më thoni, kumë po të qashavat barë, kumë thonë kuku, a që të mushtria, se e kishe i gjysa po nga vesh, e kishe edhe me thonë, lufta ishë atëherë për krejt, po shqyqyra dhe që s'kemi ditë, se me bo me nga kërësit luft që tash e dim shka nga gjojmë edhe që tash është tjetër gjojmë. Pregadet. Po, amo atëherë ishim, që shme thonë, ishim që s'kishim përvu luft edhe ish ditë nesrit. Djallin tem, ku e kanë shti me la, ato krit mishin e ka pas trudhen, kështu, që adin s'ka pas. Une ku e kum shtru djallin në spital në Tivari 6 mujve 3 kila, me flok trame, me vetla, me qërpik, me qaj barë këj fryt, që ka ta të Afrikës, i moj me në ku përpora e qeqin Afrikën, ko gjo shumë e qeqin, qashtu që. Prej aty të kemi net imi shku të një nullqin. Motrën e kum pas në Amerikë, ka njëftu dhe njerëz atje, na kanë bo vendin, po hade tash me dalë në Shqipni, se na metën familjet e ndame. Edhe ku kemi marrë me dalë në Shqipni. Në për atë liqenin e Shkodrës. Nuk e dija e dini atë farë liqeni, aty o koni sëkur nuk ata filmat horror. Në 5, në 2 natës, hona, konë policia ishin kufitar aty. Na tash e ajo lundra, një lundra dhe lastrës. Hade me marrë me dalë që atë lundra, ato farë kërpnoja, të shtu. Ta merë ke menja në filma horror je, s'ku dzejshë ku gjohë, bëj ke lundra, ca, pa full. Hinin si uj, tash na që to përdojna me metë që to. Djalli i pështjelën, në me burë, me na qita ta për skej, se ty ku dzejshë me dalë atje me hez liqenit, që ata gjujshin për skej. Atje e parashikon, ku të njësë për skej, që është me hecë, mo, ato farë krupnoj, janë anëzaj ke lundra, ato që më përna gjujnë, se ta nelti në isha aty, se më breg, do me thonë ata na ishin për fundin, policia ishin nelt. Edhe imi dalë, qështu kemi hecë dhe ku imi arën kofi, një 2 orë, ku imi arën kofi e di që u zdrit, një farë toje, qështu tha kalun, ku morëm aty me kalu, aty si lëqë, se u sës uja, ki po si sosët ujitën, ja një as heci mo. Edhe një gjysa po me vesh, qështu qësh ishim, ku me shkel,
se ata I kishin qizë me dej këto. Tha motra po hyp në shpinë. Thash po. A I kom këqy burin tam se s'gudzëshe pa e këqy ato me hyp në shpinë tjetrit. Tha po. A e mor djalin, unë në shpinë të ati njerit, me kalu qatë farloqin, për me dalë jashtë Akofini, tha që tash him në Shqipëri. Ku kena mor me kalu lumin e Pantarës. A I lumi Pantarës edhe sot është I rrezikshëm. E lemo që ish vjeç, ish novembër, ish nëntori. Ku kena mor me kalu ato. Lundra do të më gjitë qështu për pjetë. A I fashiriti. O dufke me majtë, ato duhet krejt gjak tonë aty në bo. Sa I qaq fuqi ka I lumë, si aty të fshrike aty s'tu gjithë ke fija mo. Aty s'gjindët fija dhe sët. Djali ish poshtë. E po thot ai tha, a muj tha vish pak me shkel djalin zotë që më bëna merë fryma. Fuqia dhe më thonë se ti pesh, o dufke me shky ujin për mund gjitna, se kështu të poshtë që zgudzan. Na me buru mojshim, durët na pekshin gjak, a janoj shkelmin, unë thashe myti djalin se të janon shkelmin për me mbrojt me zmëranuja I fëmijesh, dhe më thonë pesh ati jena dalë, me nëzis jena dalë në brek. Ku jena dalë, e kemi këshu djalin është I gjallë, edhe atëherë shka kur ma I keqja, unë kum qenë shtatzantoni me qiken, ku e kum kalu qato. Edhe I kemi kalu I mihin Shqipëri. Shqipëri të një kemi najtë një ko, I mi dalë në Itali, prap me skaf në Itali. Edhe aty kum përvujin, edhe aty ka qenë një të merë. Mirë, nuk ka qenë e letë me nisme për jetu, ato kanë vujt në atë kohë, gjithë populli ka vujt. Nuk është që kemi vujt vetëm na, amo më të vërtet ka qenë një kohë shumë e vështirë. Po pastaj nga Italia ka lut në Zvicër? Në Zvicër, po. Ka Italia, kalova në Zvicër, kom nejtë në Zvicër, në nëzuni Italia, në nëzuni policia. Unë si dola, skafi në atë vakt I njekshin, se dulë si apel që më shka bërë, një me këtë këthejnë që të në nuk jenë, këto politika nuk është edhe në Terezi, se erë një farë lojmi që më smelon më me kalu Kosovar jashtë, në nejtë vishë në Shqipëri. Shka kena hek me shku për Shkodrës, deri në Vlorë, të në njek Shqipëria italiane, këti shqiptare, policia, të ikna se u dha urdhën më smelon më me dalë, jashtë Kosovar, me shku në për Evropë. Shka kena hek me shku deri në Vlorë. Kena hyp në Vlorë në skaf, ku s'kan guxoft me nalshu atje ku duhet, se në njeke ajo e policia italiane. Në shku në kanë shu të një farë kërshi, tash logarete që shoshdeti të venat kërsha, si aty s'dihet sa u konë thellësia. Që aty na mund gjitë tonë ka një, se lajtë kishë shriti I pari tonë si kumujt poshtë ra. Edhe aty s'kishë nëzirë kush, pësa kishin luftu ata Shqipnisë me në nëzirë neve bi ujtë, ajo korën dy janë, sa ta parët I kanë marë. Jena në gjitë një për një, që t'jen eltë. Ku jem gjitë momentin se jena në gjitë në eltë, unë jem veç jem bloku. Se edhe kam qenë shtazanë, të një vish të vjellë, veç jem bloku. Mu më kanë marë, më kanë qu në spital me djallë. Burin tem s'di ku e kanë qu. Thash ku, unë idej që tash jera dhe bashkë, tash upe në Itali. Mu ma më menja që upe në Itali, se ti kus din as një gjumë, as thesha këtu tash, si ki kërku as një jashtën. Nuk e di që që janë rëdhonat, se tash ti jam synë shkën me telefona, do me thonë atë e ish një ku. Edhe ku im shku në spital, në Itali. Aty më kanë trajtu një natë, më kanë lëshut nesrit, ku jam marrë nesrin që atë hajmin ku më kanë lëshut. Por si s'kishin hi atë natë se u qëtësu deti, 2 ditë, se ka qenë mars. Ishin hi kurt janë që ish mush atyja. Veç unë me djallë me një krevet, krejt kurt janë. Unë e smutë që aty, bala, folshin, dysha apo dele gjallë, bisa be atyne. Thash tash di, hajtë bërmote erë një unë, hajtë bërmote me s'ki dertë, tha se burin tha e dim ku ta kemi qu. Tha hish më s'ki dertë, tha se dërgojmë tha deri atje. Edhe të një më shku, kina nëjnë 10 ditë që aty. Pëllaj kush jetë ke I fundit, një fije shpageti bike, në hongër, në Itali në kamp. Djallin e kisha të smutë, me 40 temperaturë. Në kanë hymë në autobus, në kanë qu dhe në Romë, ku në kanë qu në Romë, në kanë shu që aty shkën e ka dëni. I kena hymë një farë treni që u ko një fundit dhe në Milano, I në shku. I në shku në Milano, mos ka pos trenat fundit. Djallin me temperaturë,
Edhe atëherë i kisha në i plak, aty thonë du të mu vesh trash, edhin, djalli, trash. Nuk di që s'ka pelsi djalli që atëherë për temperaturës. E mershim une me burë temin që shtu qetu e u la. Ky viçkoj. Ke erë një Italian, tha përdoni, këtë jo këthuj burë jam me nervoz, atina, largo mu, ishëm për në i thirë policin. Kemi nejë që ty dhe në 5 mëngjesit. I thesha burit tam, po du me hongër, bre, se marova të vjell. Shka blema, ku t'ishe ku me blej buk, bre, s'kishe ku me blej as buk, as dishe. Edhe imi shku në Komokjaso. Komokjaso është në kufi me Zvicër, aty është temperatura minus. Aty në verës edhe është minus lemo dimnit. Jemi shku që aty në stacion trenit, bëjshin fëmija zhurëm se keme një familje, vish krejt të shkepën, vish unë edhe një familje katolike metën, vish na me burë ata. Ata kishin dhe fëmija, ata bëjshin fëmija zhurëm. Na hekën prej stacionit trenit, edhe jemi dali, jemi shku në një pish, prej sabajt, 9 mëngjesit, e dekterin 6 në promje me 2 kom të në borë, jem konë që atë. Pa hongër, pa pi, djallin pranë, parët nisen me nafsos, me gjithë zgjidhje që është me dalë në Zvicër. Pa atëherë ish luft, ish konë me hypë në tren me dalë në Zvicër, se ata si të nalëshin luft. Po ku e dishe ti pa e di qka jashtja, do që si të Shqipnis në lypshin pare, parët ishin një smësus. Burë janë fuli me një djallë të migjës vetë, a ishë në Zvicër, i tha qëra sa në prumfshin, tha deti dera, unë tha javja parët. Po kush qëjke? Na hypën me një farë si tramvaje, na qunë dhe ku fini, kush kunë, e qunë një farteli, tha hini qëtu. Kur him në nëzunë që të në Zvicër, Zvicra në ka prit mirë. Si azilon, tha Zvicra në ka prit, në ka qu me një farë, a i burgi ish, po, ku na heki neve pi aty në beterave, në ka këthuj dark, Zvicra në ka prit të një jashtëzakonisht, shumë mirë. Po, pastaj, si ka qenë mu ambientu me Zvicrën, me qenë se një ndryshim shumë i madhë me lanë Kosovën edhe me kalu në Zvicër, pavarësisht që një rrugtim shumë i gjatë, me sfidat të ndryshme, po sa keni arrit mu ambientu në Zvicër edhe cilat kanë qenë vështërsit e para? Në qatë ku na kemi shku në Zvicër, kemi nejtë vetëm 10 ditë në për bunkera, dhe sa na kanë na nxershin pi bunkerit, na qëshin një intervjist, na mershin një intervjist, na qëtshin apet, dhe më thonë, edhe unë kum nejtë në Zvicër një vjetë, më thonë, kum linë qike në Zvicër, na qunë të një në për azil centruma, Zvicra na ka prit shumë perfekt, mirë për momentin ku maroj lufta, Zvicra një janisi me këthy njerëzit, edhe na tash apet me ikë, edhe prej Zvicrës nuk është që kum dalë, kum bo pashaporta Slovene, me ikë, me shku në Amerikë. Se e kisha familje në Amerikë. Ku jem dalë në Francë, mu më kanë zonë burg. Edhe aty ku më kanë zonë burg, mu me gjithë burë, aty ka qenë fëmin dhe ishin me minda, me minda fëmit, une me metë me burë në burg, fëmit me mi marë. E që aty thamë ju, të një dashtë në burin me qitë në burg, na me najtë të. Edhe kur se arroj që aty ka qenë një moment pak se i fështirë se ishin gjomat që shtu të burgut, burri isha nej, na ishim kënej me fëmi. Fëmija i nunë duart në gjam edhe babi bëjshin. Unë e kënej aty, që aty kemi qajt me lotë se nuk në lanë. Të një policia tha, okej, do të milojna bashk. Edhe që aty kemi nejt 10 ditë në burg të Francës. Na nxershin bi burgit, na qojshin, me na mojnë intervjist që shdasht me ikë, na qitën fotografi me ato të kriminele, ata merke menja që shka kishim bona. Edhe kum flenjt edhe në për parkat Zvicrës, ati të Francës. Edhe si përfundim, thamë, okej, do na me shku në Belgjikë. Po le me do të familjes në Belgjikë, se Franca, se maraj lufta. Nuk ishe mo shka me thonë, të i kthejshin, mo krejt, se maraj lufta në Kosovë, i kthejshin. Edhe hada me shku në Belgjikë. Kemi shku në Belgjikë, pe Zvicre. Në Belgjikë kemi najtë edhe aty një 3-4 mujnë për hajma në për, masa naj në dha e drejta me dalë në banes tonën. Unë njëherë me dokumenta jem pajis në Belgjikë. Në Zvicër këm dalë që tash prap me jetu që 10 vite, se unë jetoj sa u bo 27 vite që jetoj jashtë. Me thonë realisht, thash, unë jem një person si shumë shpejt ambjetuona me njerëzit. Nuk është që kemi hek keq mu ambjetu me Belgjit. Na kanë prit shumë mirë edhe në Belgjikë.